Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit shtator edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të ndiqni ascendenten tuaj sepse është shumë e rëndësishme. Dhe shohim se çfarë energjie do na vi në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë jemi të energjia e shenjave të zjarit, energjia e shenjës tuaj, dhe këtu kemi 4 energji. Këtu i kemi të gjitha energjitë e shenjave të horoskopit. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Do jeni në një pozicion të favorshëm në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë shoh që do jeni në një pozicion të mirë ekonomik, por edhe në lidhje me punën tuaj. Gjithsesi ju shoh duhet keni kujdes nga një person, sepse shoh një person që mund t'ju ketë zili gjatë këtij muaji. Gjithsesi në mesin e javës shoh që ndjeni shumë të sakrifikuar, edhe pse ndjeni një pozicion të mirë në fillim të javës së parë, përsëri shoh që ju ndjeni të sakrifikuar në mes të javës. Do jeni duke analizuar gjithçka. Analizoni diçka në lidhje me dashurinë. Çfarë keni bërë deri në këtë moment dhe çfarë duhet të bëni këtej dhe në vazhdim. Për pjesën tjetër, jeni duke analizuar në lidhje me punën, me anën ekonomike, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni, por ndërkohë ju shoh në fund të javës, i keni të gjitha mundësitë. Në qoftë se keni kaluar disa vështirësi, shoh që ka qenë një lloj kame për ju. Duhet keni kujdes nga persona që ju kanë zili në fillim të javës. Dhe fundi i javës ju shoh ju do keni talente gjatë fundit të javës, keni manifestuar për të realizuar diçka në lidhje me një njohje dhe shoh një realizim, në lidhje me punën nga ana profesionale, por dhe në lidhje me disa para, në lidhje me një konkurrencë që mund të keni te vendi punës, për pjesën tjetër, në lidhje me dokumenta, me studime të ndryshme, në lidhje me gjithçka, sepse jemi të gjitha energjitë këtu. Gjithsesi është një javë fantastike. Vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë në javën e dytë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së dashit, energjitë të shenjave të ajrit dhe energjitë të shenjave të zjarit. Shoh që dëshironi të merrni iniciativa në lidhje me një dashuri. Ndoshta për të realizuar diçka në lidhje me dashurinë, por shoh që keni ngesur në mendime negative. Mendoni negativisht në lidhje me një lloj konkurrence që mund të keni. Për pjesën tjetër, shoh që dëshironi të merrni iniciativa në lidhje me shtëpinë, me familjen. Thjesht mendoni negativisht, ose ju ndiheni pak të bllokuar në mendime, por unë shoh që rruga është e hapur. Mund të keni disa konflikte, disa tensione në fund të javës së dytë. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me një kontratë pune, me kontrata, iniciativa që doni të merrni në lidhje me një kontratë. Dhe aty shoh që ju mendoni negativisht në lidhje me një kontratë te vendi punës, mund të jetë kontratë në lidhje me studimet tuaja, mund të jetë një kontratë në lidhje me dokumenta të ndryshme, sepse jemi te energjia e ajrit, dhe shoh që aty do keni shumë konkurrencë. Ose ju mund të jeni duke luftuar për një vend pune dhe ndjeni që aty ka një konkurrencë shumë të fortë, gjithsesi ju do luftoni në lidhje me këtë vend pune, dëshironi të jeni të parët, dhe shoh që është një energji ku java e dytë është me iniciativa në lidhje me dashurinë, me punën, do jeni shumë mbështetës ndaj familjes, por shoh që jeni dhe në një energji ku ju doni të merrni iniciativa në lidhje me kontrata, që mund të jenë kontrata pune, në lidhje me studime, në lidhje me dokumenta të ndryshme, por shoh që do përballeni me një konkurrencë shumë të fortë aty. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë jemi te energjia e shenjave të zjarit, energjia e shenjës së ujorit dhe kemi energjinë e shenjës, kemi 4 energji.
energjia e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës edhe Luanit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose anë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi në fillim të javës shoh një komunikim në lidhje me një person, me një dashuri, ose ju keni një njohje nëpërmjet rrjeteve sociale. Për pjesën tjetër do merrni lajme të mira. Mund të jenë lajme të shpejta, ju do veproni shumë shpejt në lidhje me shtëpinë, me familjen. Mund të jenë çështje gjyqësore për një pjesë për ju, sepse e shohim që në javën e dytë këtë, ose ju mund të bëni njohje të reja gjatë fillimit të javës. Është një javë fillim jave shumë e mirë, ose ju mund të aplikoni nëpërmjet internetit. Mund të aplikoni në lidhje me një punë, në lidhje me studimet tuaja, ose të nisni dhe të merrni emaile. Dhe shoh që aty do keni lajme të shpejta, do keni udhëtime, mund të keni kontakte edhe nga ana erotike në lidhje me nëpërmjet internetit, por gjithsesi unë shoh që ju do veproni shumë shpejt në lidhje me lajmet. Gjërat do t'i bëni shumë shpejt dhe do zhvillohen shumë shpejt në fillim të javës të tretë, më falni. Por shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me diçka, ndoshta duke pritur një lajm, ose ju keni duruar shumë në lidhje me një njohje, dëshironi që t'i bërni gjërat shpejt, në lidhje me anën tuaj ekonomike, ju vjen një lajm dhe aty dëshironi t'i bërni gjërat shpejt, ose edhe në lidhje me kontrata të ndryshme që i keni qenë në javën e dytë. Shoh që ju dëshironi, keni bërë shumë durim dhe tani do filloni të shikoni gjërat më pozitivisht. Shoh që keni manifestuar në lidhje me gjithçka, ju mund të keni manifestuar në lidhje me një dashuri dhe unë shoh një realizim këtu, në lidhje me një punë, në lidhje me një anën tuaj financiare, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me dokumenta të ndryshme, me studimet tuaja, por dhe çështje ligjore. Gjithsesi fundi i javës së tretë ju gjen të realizuar në gjërat që ju vërtet keni bërë durim, sepse i shoh me lajme të shpejta, veprime shumë të shpejta, por dhe udhëtime në lidhje me një pjesë tjetër. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së Akrepit dhe kemi energjitë shenjave të zjarit përsëri. Në fillim të javës 4, shoh një sukses, një fitore. Në momentin që ju të realizoni një njohje të re, ju do ta quani një sukses. Mund të jetë një person që është në distancë, sepse shoh që personin dhe këtu janë njohje që janë nëpërmjet rrjeteve sociale, dhe shoh që ky person mund të lidhet drejt jush dhe shoh një sukses në lidhje me këtë person. Për pjesën tjetër, do jeni të suksesshëm në lidhje me lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër të vendi punës ose nga ana ekonomike, por shoh që do keni persona që do t'ju mbështesin, por do keni dhe persona që nuk do jenë dakord ose nuk do t'ju mbështesin në këtë sukses që ju do keni. Dhe gjithsesi në mesin e javës së 4, shoh që jepni fund diçka, ju pësoni një transformim shpirtëror, ndryshime të mëdha që vinë në jetën tuaj. Shoh që do lini mbrapa gjitha vështirësitë që keni pasur dhe aty ju presin surpriza pafund. Dhe këto surpriza janë si në lidhje me këto suksese që ju do arrini. Domethënë, mbas këtij suksesi, mbas mbylljes së vështirësive, unë shoh që ju do arrini të ndryshoni diçka në jetën tuaj. Dhe në fund të muajit shoh në pritje. Mund të jenë në pritje të një personi, në pritje të një dashurie, në pritje të një shtatzanie, në pritje të dokumentave, të studimeve, për të filluar studimet, në pritje të udhëtimeve ju shoh. Gjithsesi, unë shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje deri në fund të muajit. Është një muaj fantastik, ju shoh që jeni në një pozicion të favorshëm, do keni talente gjatë javës së parë, se nuk e tham, por ndërkohë shoh edhe realizime që në javën e parë. Iniciativa në javën e dytë, dhe pse do bllokoheni pak në mendime, do keni një konkurrencë shumë të fortë aty, si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike. Java e tretë, ju sjell lajme të mira të shpejta, ju do merrni vendime shumë të shpejta, do veproni shumë shpejt, por do keni dhe udhëtime. Shoh që do të shkoni gjërat më pozitivisht, do mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri.
dhe shoh një sukses me këtë cikël të ri. Ndërkohë, përsëri do të jepni fund gjërave të vështira që keni kaluar deri në këto momente dhe do jeni në pritje të gjithçkaje që ju prisni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëherë, do jeni shumë romantik gjatë këtij muaji dhe thotë që dashuria është një hap para një fejese, para një martese ose para një bashkëjetese. Gjithsesi kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën. Ju mund të jeni një hap para një suksesi, para një pune të re ose një oferte të re që mund të keni gjatë këtij muaji, ose në lidhje me studimet, me anën ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi është një periudhë ndryshimesh, por edhe zgjedhjesh nga ana juaj, duke i dhënë fund një cikli të vështirë dhe duke filluar një cikël të ri dhe një transformim shpirtëror dhe një ndryshim të madh në jetën tuaj. Për të gjitha këto është një muaj ku ju do jeni të mbështetur nga energji më të larta, si në lidhje me dashurinë, me romancat, sepse shoh që keni edhe romanca, flerte gjatë këtij muaji dhe është energjia e mesazhit nga angjëjt. Por është e nevojshme, do me thënë që ju ti bëni gjërat edhe pak në mënyrë sistematike, ju thotë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, por ndërkohë ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve, bazitë të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj video.